Angelusha ka zgjedhur që këtë herë të ndajë me ndjekësit e saj një moment krejtësisht familjar, por plot dritë dhe emocion. Përmes një postimi në Instagram, ajo është shfaqur krah bashkëshortit të saj, Mërgimit, si dhe vajzës së motrës me partnerin e saj, në një mbrëmje që duket se ka qenë e mbushur me buzëqeshje dhe energji pozitive. Në fotografinë e publikuar, të gjithë duken të relaksuar, të buzëqeshur dhe plot harmoni. Angelusha rrezaton elegancë dhe vetbesim, ndërsa pranë saj Mërgimi shfaqet i qetë dhe krenar. Çifti duket më i dashuruar se kur, duke transmetuar një ndjenjë stabiliteti dhe përkushtimi që bie menjëherë në sy. Atmosfera e mbrëmjes duket intime dhe e ngrohtë, me drita të buta në sfond që e bëjnë momentin edhe më të veçantë. Edhe vajza e motrës me partnerin e saj duken po aq të lumtur, duke krijuar një tablo të bukur familjare që reflekton unitet dhe dashuri. Ky postim ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët nuk kanë kursyer komentet pozitive. Angelusha edhe një herë dëshmon se përveç suksesit në skenë, ajo di të ruajë dhe të ndajë momente të çmuara me njerëzit e zemrës. Një mbrëmje e thjeshtë, por me shumë kuptim, aty ku dashuria dhe familja janë në qendër.